Tafa, sa po kthyer nga Monaka, ku morët pjesë si trajneri kombëtar shqiptar në kampionatin evropian të shtetet vogla me një rezultat shumë të mirë. Jo vetëm Franco Burret, por edhe atleti tuaj Muhamet Çangeli që u rendit i dyti. I kënaqur me këtë arritje? Vendi na pëlqej sepse u rendit me vendin e dytë. Më përpara në Small States Muhameti ka pas edhe garë tjetër të zhvilluar në Malë që pa dali treti. Këtë rallë priqim më tepër, por nuk arrit me ashtu si duhet më koordinu, por prep jam shumë i kënaqur me vendin e dytë që arriti. Duket që Muhamet Çangeli po kalon një formë mirë, kjo është shoqëruar me disa rezultate edhe në Kupën e Shqipërisë, por edhe në gara të tjera. Rezultatet janë shumë të mira, ka një formë tepër të mirë këtë vit, sepse 2 vjet rresht pati disa probleme si në kofsh ashtu edhe në pjesën e barkut. Por shpresoj që atë vështirësi e kena kalu dhe tani do të ecim nalt e manalt. Thjesht na duhet pak qetësi, me kanë më të qetë, mos na kapin euforia, që të ecim drejt rezultateve dhe më të larta. Në garat e Elbasanit të Kupës së Shqipërisë ka arritur rezultatin 7-73, që është i treti më i mirë në historinë e kërcimit së gjatë në Shqipëri. Besoj që kjo premton edhe më shumë për të ardhmen? Në Kupën e Shqipërisë, Muhameti pati disa kërcime që e konfirmunën, jo se ishte rastësi një kërcim 7-73, por pati disa kërcime duke filluar nga 63, 69, pati edhe disa falla që ishin mi të drejtën, pra na jep atë shpresën që mund jena edhe më lart. Në stërvitje ka treguar një formë tepër të mirë, pra që mban me shpresu edhe për më lart. Çfarë presim në garat e ardhshme? Cili është synimi juaj dhe i sportistit që ju stërvitet? Të ngjitna, siç thash edhe më përpara, me kujdes mos na kapin euforia, i kalojmë dal nga dal shkallët të ngjitjes, sepse sa më lart që pretendon, aq më vështirë bëhet. Por shpresoj si thënë që në kampionatin kombëtar Muhameti përsëri të dalin kampion dhe të ketë rezultat më të lartë se sa 7-73. Shpresojmë që edhe në kampionatin ballkanik që bëhet mas këtij jave ose me datën 20, mos shosha gabim, të japim prapë rezultate më të mira, pse jo edhe mund të synojmë edhe podin. Faleminderit, suksese. Faleminderit juve.